Në projektet e së ardhmes, ti në fakt të javë ke një koncert që do ta kesh ndoshta fundjavë, duke të shtunë. Po, të fundjavë jemi në koncert në Shesh Tiranës, jemi me janë këto grupi i motoristëve në Tiranë edhe bëjnë koncertin, bëjnë festën e vitit tyre dhe na kanë zgjedhur mu, Lorencin, jemi në koncert në Shesh. I presim njerëzit, ajde kënaqur në shihni motora. Gjë e bukur ishte. Ajde kërceni çik muzikë rock, muzika eng, gjitha do t'i bëjmë hip hop, do t'i bëjmë gjitha. Dhe pak më vonë do të jetë edhe një event shumë i rëndësishëm që bëhet fakt çdo vit, ka mbi 30 vite, Sofra Tiranase. Ti do të përfaqësosh familjen Boka këtë herë. Ai është një ndër eventet që unë jam rrit me ato evente. I ndjeri Erben Tafaj ishte një zotëri që i dha shumë vërtet vizionar, po. Vizionar edhe unë ja kam thënë dhe familjarëve që Stivi nuk do mungoj kurrë në Sofrën Tiranëse. Stivi është i shtëpisë aty në Sofrën Tiranëse me dëshirën time të madhe, sepse jam rrit në Sofrën Tiranëse. Sofra Tiranëse më duket se është bërë në 94-ën po kam mbi 30 vite që bëhet. Unë faktikisht 30 vjeç jam, edhe unë kam pa gjithmonë se shitin nëpër Sofra Tiranëse që edhe shoh dhe publikun që njerëzit me zor e presin Tiranësin dhe me zor e presin Sofrën Tiranëse. Do jetë një publik 100% Tiranës. Faktikisht nuk është dhe 100% Tiranës. Ka dhe pak ndoshta që kanë filluar dhe shumë njerëz nga trevat e tjera që vinë blejnë bileta para Tiranësve, por që është një koncert që ka rezultuar ka 30 vite që nuk është ndërprer asnjëherë, edhe është koncert shumë i bukur që merr benefit, këngëtari merr një benefit shumë të mirë aty. Dhe ti do kesh ndoshta ndonjë material muzikor të Shqipërisë Mesme. Po, i kam 2 këngë Shqipërisë Mesme. Po, për i surprizë.